Zemrën po ta knoq. Hajde bojmë një prej krem supave të mia të preferume bashk, edhe një prej supave më të shëndetshme që mundi me përgatit. Krejt çka ju duhen janë 3 deri në 4 karrota, ku për mu çtash emrat, ku mia fut fuqishëm. Doni me mnimu edhe jo, që kjo është roj e celery në anglisht, selino mdoket në shqip, purre kosovarçe ose presh. Edhe që kjo nuk ja di emrin, repe bardh, nuk jam e sigurt. Çështu duket. Tregomni në komente nëse i dini emrat e sigurt se më kishi pështu edhe mu. Edhe ju duhet parsley, nëse e keni fresh edhe ma mirë, po mu nuk kom qëlloj, kështu që e përdorit thot. Qëtë lloj supës unë e bëj shumë shpesh, se sidomos kur nuk po ki kohë shumë me hongër perime, edhe në qëtë sasi nuk i han kur që gatë shumë. Edhe qëto krem supat janë sidomos mira për njerëz që nuk i hojnë shumë perime, as që i vrejnë që janë tonë qëto. Unë edhe supën e bëj me multi-cooker, se pëzi për një 10 minuta veç. Këtë sasit supës e përgatitit me një kock, qesim edhe parsley, ujin po ja qes t'vlum që më u kry halo ma shpejt. Uji qesim për afërsisht që kaq, jo ma shumë se na bëhet shumë e hullë. E qesim me uzi për një 10 deri në 12 minuta. Edhe u kry. Mas nejna duhet një blender i dorës, edhe e blujna derisa të bëhet kremoze. Ja shtojmë pak krem për zirje, e zim një 5 minuta. Edhe e servojmë. Unë më jashtu do biberzi, unë jashtypi edhe do arra. Trashësinë e supës e vendosni ju, nëse doni halo ma t'holli shtoni pak ma shumë ujë, edhe mundi mishtu ma shumë krep ose qysh keni qef me ndru shije. Edhe hajde për provojmë. Zemrën po ta knoq. Shijen e ka tepër të mirë, sidomos për çdo ditë ftofta, një supë nxehtë knoq. Unë e dona me kry, e juve ju baft mirë kushdo që e provani. Bye!